Gëzuar festat e nëntorit. Festat e nëntorit janë shumë të rëndësishme për ne. Riregulluam stemën e UÇK-s punuar nga ushtari i UÇK-s dhe një adetash shumë i mirë, edhe natyrdash shumë i mirë, që kena marrë pjesë në shumë aktivitete për pastrimin dhe mbjelljen. Driton Ismani, i cili tani jeton në Amerikë dhe duhem ta përshëndesim, nga maja e piklimës 2393 metra mbi nivelin e detit. Ish Jugoslavët dhe Serbja kanë lënë maja e Koretnikut, po për ne është maja e piklimës dhe gjithë fshatrat përreth në dy anët e kufirit Fallc e njohin. Duhet ju uroj festat e nëntorit dhe duhet festojmë, nderojmë të gjithë ata që dhanë jetën për liri në çdo periudhë kohore, për këtë tokë që quhet Shqipëri apo Kosovë, dardani i lirit, por në përgjithësi të shqiptare. Me 28 nëntor 43-shit 1443, Gjergj Kastrioti Skënderbe, kryehinori i Shqiptarisë, që është edhe shtylla kryesore e Shqiptarisë, u rikthye në Kruj. 28 nëntor 1912, këta dy burrat që i shefloni mirë ajo, me flamurin autoktonës, e ngritën flamurin në Vlorë, por me një ëndër, për të jetë shqiptare, edhe ky muj duhet jetë edhe muj i thirrjes për bashkim kombëtar, pavarësisht se politiqenët janë të ndikuar nga të huajt dhe janë të kapëm, ne duhet luftojmë për bashkimin kombëtar. Kur thëmë ne populli që e dashurojmë dhe e dim këtë punë, por prap muji nëntor simbolizon edhe lindjen e heroit ton kombëtar, pikërisht me 28 nëntor 55-s Adem Jashari. Kryendrituri Adem Jashari, i cili vulën nisjes luftës në çlirimit të Kosovës. Duhet nderojmë gjithashtu edhe UÇK-n me tregërmat e arta, po kur themi UÇK-n, UÇK-ja të cilët luftuan me shpirt dhe sakrifikuan gjithçka, edhe gjithë ata viktimat e luftës, në veçanti fëmijë, pleq, gra e burra dhe të gjithë ata që u kthin e luftuan për lirinë e tokave shqiptare. Prap kemi edhe në 44-ën çlirimin e Shqipërisë me 28 nëntor nga nazifashizmi, kështu që nëntori është i mbushur me festa për ne shqiptarët, pavarësisht se jemi të kapur nga tradhtarët në dy anët e kufirit ose në tre anët duke filluar edhe në Maqedoni, ne prap duhet të vazhdojmë ëndrrën e prindërve tanë. Për shembull, ëndra e babës tim ka qenë pikërisht çlirimi i Kosovës, por ai nuk ja arriti pasi 96-ën ka ndruar jetë. Kur kam qenë 11 vjeç, për herë të parë kemi kalu këtë kufi bashkë me Kujtimin, kushërin tim, Shevqetin edhe Muhameti që ishte më i rritën. Unë dhe Kujtimi dhe Shevqeti kemi qenë vetëm 11 vjeç. Për herë të parë kalum në krahinën mrapa të Opojës në fshatin Breze. Fshatin Breze për herë të parë dhe në fshatin Buqi në Kosovë, pastaj kemi kalu edhe në Pllav. Dhe në Pllav njofta edhe mikun më të vjetër që e kam aktualisht nga Prizreni, që është Azem Bojaxhiu me familjen e tij, prej 35 viteve njihemi. Azem Bojaxhiu gjithashtu ka qenë i aktivizuar që në vitet 90, kur unë isha 11 vjeç, ai ishte 15 vjeç, bashkë me babain e tij të ndjerë Zekrin, me Blerimin dhe me studentë që vinin nga Universiteti i Prishtinës, vinin te shtëpia ime në Bele. Edhe du ta përshëndes se ai është në Austri dhe ka shpenzuar shumë kohë, gjatë kohës që u stërviste për luftën Kosovë dhe jepte koordinata dhe ka marrë pjesë në shumë operacione. Azem, të përshëndesim nga maja e piklimës, du të përshëndes gjithë ushtarët e UÇK-s në gjithë kudo që jetojnë trojet shqiptare, edhe një përshëndetje për Meçan Zotaj, i cili është mallakastrioti jonë që na nderon, po jeton në Denic, kështu që të festojmë, të përpiqemi që ta lartësojmë sa më shumë figurën e Shqipërisë edhe të përpiqemi ditë e natë. Pavarësisht tradhtarëve, ne nuk duhet ta lëshojmë këtë tokë, edhe duhet që ta lartësojmë emrin e të parëve tanë edhe emrin e Shqipërisë e trojeve shqiptare. Tani gëzuar festat me këtë pamje të bukur autoktonës nga maja e piklimës. U bashkofshim sa më parë. Si që shifni, kuksin e ka mbulu vella e bardhë, që ndodh prej ndërtimit të digës në Firs, por kur je poshtë është paksa
e zim tjeta, por kur je këtu lartë, është shumë e bukur, ka rrit deri në Pe e Gjakov, e Dukagjin, e Fush Kosovë, Pashtrikun jetë e kemi, Prizrenin e ka mullu krejt, kështu që kur të keni mjegull poshtë, dilni në përmalja që ta shijoni. Ngjyrat janë të jashtëzakonshme, edhe nëse keni në smuje, po të dilni në këtë lloj dielli, ju betohem në Zot që shëroheni më herë. Ja dhe kemi edhe fshatrat e Prizrenit, pastaj vjen Dragashi, edhe malet e Sharrit në sfond, Rezaton. Tani të shkojmë pak edhe afër Korabit. Dhe festofshim gjithmonë edhe ta dum adhen si shqiponja folen. Vetëm duke desh dhe duke u kujdes, mund të ecim përpara. Mbeturinat i mblodhëm atje dhe po i marrim për poshtë, kështu që ata që lejnë mbeturina sa herë dalin në majet malit, ju e dini, zanat ju shitojnë, prandaj mos hidhni mbeturina. Dreloni është një kushëri im që ka vendosur me jetu në Bele, edhe prandaj du që të vi sa më shpesh të bëj diçka dhe për rrugën që kemi nisë në mision, edhe du ta përshëndes edhe një mikesh të veçantë të shqiptarisë, Marian Grath, e cila po më ndihmon me rrugën e Belës, por do ju përditësoj në vazhdim. Gëzuar festat e nëntorit me kuksin të mbuluar plot mjegull edhe gjallicën, cila qëndron stoike si balkoni i veriut edhe simboli e krenaria e kuksit.